Data 20 mars, Eksodi, kapitulli 31. Zoti I foli akoma Mojsiut, duke I thënë: Shiko, unë e thira me emër Becaleelin, birin e Urit, birin e Hurit, nga fisi I Judës, dhe e mbusha me frymën e Perëndis, me dituri, me zgjuarsi, me njohuri dhe çdo shkathësi, që të jetë I aftë të përgatis vizatime artistike, të punoj arin, argjendin dhe bronzin, për të gdhendur gur, për të ngallmuar, për të punuar drurin dhe për të kryer çdo lloj punimesh. Dhe ja I dhash për shok Oholiabin, të birin e Ahisamakut nga fisi I Danit. Dhe shtiva dituri në mendjen e të gjithë njerëzve të shkathët, me qëllim që të mund të bëjnë të gjitha ato që të kam urdhëruar. Çadrën e mbledhjes, arkën e dëshmisë dhe pajtuesin që ndodhet mbi të, dhe të gjitha orenditë e çadrës, tryezën dhe orenditë e saj, shandanin prej ari safi dhe të gjitha pjesët e tij, altarin e temjanit, altarin e holokausteve dhe tër veglat e tij, enën e madhe dhe bazën e saj, dhe rrobat e endura holl me mjeshtëri, rrobat e shenjta për priftin Aron dhe rrobat e bijve të tij për të shërbyer si priftrinj, vajin për vajosje dhe temjanin e parfumuar për vendin e shenjtë. Ata do të veprojnë sipas të gjitha urdhrave që të kam dhënë ty. Zoti I foli akoma Mojsiut, duke I thënë: Fol edhe me bijtë e Izraelit, duke u thënë: Tregoni kujdes të madh për të respektuar shabatet e mia, sepse është një shenjë midis meje dhe jush për të gjithë brezat tuaj, në mënyrë që të njihni se unë jam Zoti që ju shenjtëron. Do të respektoni pra shabatin, sepse është për ju një ditë e shenjtë. Kush e përdhos atë do të dënohet me vdekje. Kushdo që bën atë ditë në një punë, do të shfaroset nga gjiri I popullit të tij. Do të punohet 6 ditë, por dita e 7 është shabati I pushimit, I shenjtë për Zotin. Kushdo që do të bëjë ndonjë punë ditën e shabatit, do të dënohet me vdekje. Andaj bijtë e Izraelit do ta respektojnë shabatin, duke e kremtuar shabatin brez pas brezi si një beslidhje të përjetshme. Ajo është një shenjë e përjetshme midis meje dhe bijve të Izraelit, sepse në 6 ditë Zoti bëri qiellin dhe tokën, dhe ditën e 7 pushoi dhe u shlodh. Kur Zoti mbaroi së foluri me Mojsiun në malin Sinai, I dha 2 pllaka të dëshmisë, pllaka guri të shkruara me gishtin e Perëndis. Zhoni, kapitulli 10. Në të vërtet po ju them, ai që nuk hyn nga dera në vathën e deleve, por ngjitet nga një anë tjetër, ai është vjedhës dhe kusar. Kurse kush hyn nga dera, është bariu I deleve. Ati ja hap portieri, dhe delet e dëgjojnë zërin e tij, dhe ai thërret delet e tij me emër dhe I prin jashtë. Dhe pasi I ka nxjerr delet e tij, shkon para tyre, dhe delet e ndjekin sepse e njohin zërin e tij. Por një të huaj nuk ndjekin, por do të ikin nga ai, sepse nuk e njohin zërin e të huajve. Jezusi u tha atyre këtë shëmbëltyr, por ata nuk e kuptuan që ishte ajo që ai po u fliste atyre. Prandaj Jezusi u tha atyre përsëri: Në të vërtet po ju them, unë jam dera e deleve. Të gjithë ata që erdhen para meje janë vjedhës e kusar, por delet nuk I kanë dëgjuar. Unë jam dera. Nëse dikush hyn nëpërmjet meje, do të shpëtohet dhe do të hyjë, dhe do të dalë dhe do të gjejë kullot. Vjedhësi nuk vjen vetëm për të vjedhur dhe për të vrarë e për të shkatruar. Unë kam ardhur që të kenë një jetë e ta kenë me bollëk. Unë jam bariu I mirë. Bariu I mirë jep jetën e vet për delet. Kurse rrogtari që nuk është bari, të cilit delet nuk I përkasin, sheh ujkun që po vjen dhe I braktis delet dhe ikin, dhe ujku I rrëmben dhe I shpërndan delet. Por rrogtari ikën sepse është rrogtar dhe nuk do t'ja di për delet. Unë jam bariu I mirë, dhe I njoh të mijat dhe njihem nga të mijat, ashtu siç më njeh Ati mua dhe unë e njoh Atin dhe jetën time I jap për delet. Unë kam edhe delet të tjera që nuk janë të kësaj vathe. Duhet I sjell edhe ato, dhe ato do të dëgjojnë zërin tim dhe do të jetë një tufe vetme dhe një bari vetëm. Prandaj Ati më do sepse unë e jap jetën time që ta marr përsëri. Askush nuk e merr nga unë, por e jap nga vetja ime. Unë kam pushtet ta lë dhe kam pushtet ta marr përsëri. Këtë urdhërim kam marr nga Ati im. Atëherë lindi përsëri një përçarje midis judejve për shkak të këtyre fjalëve. Dhe shumë nga ata thoshin: Ai ka një demon dhe nuk është në vete, pse e dëgjoni? Të tjerë thoshin: Këto nuk janë fjalë të një të demonizuari, a mundet një demon t'ua hap sytë të verbërve?
U kremtua festa e kushtimit në Jeruzalem dhe ishte dimër. Dhe Jezusi po ecte në tempull, nën portikun e Salomonit. E rrethuan pra judejnë dhe i thanë: deri kur do ta mbash të ngritur mendjen tonë? Nëse ti e Krishti, ne e thuaj haptas. Jezusi ju përgjigj atyre: ju a kam thënë, por nuk besoni. Veprat që bëj unë në emër të Atit tim, ato dëshmojnë për mua. Por ju nuk më besoni sepse nuk jeni nga delet e mia, siç ju a kam thënë. Delet e mia e dëgjojnë zërin tim dhe unë i njoh dhe më ndjekin. Dhe unë u jap atyre jetë të përjetshme dhe nuk do të humbasin as pak për jetë dhe askush nuk do t'i rrëmbejë nga dora ime. Ati im që mi ka dhënë është më i madh se të gjithë dhe askush nuk mund t'i rrëmbejë nga dora e Atit tim. Unë dhe Ati jemi një. Prandaj judejt morën përsëri gur për ta vrarë me gur. Jezusi u përgjigj atyre: ju tregova shumë vepra të mira nga Ati im, për cilën nga këto vepra më vrisni me gur. Judejt ju përgjigjen duke thënë: ne nuk të vrasim me gur për vepër të mirë, po për blasfemi, dhe sepse ti duke qenë njeri e bën veten perëndi. Jezusi u përgjigj atyre: a nuk është shkruar në ligjin tuaj, unë thash, ju jeni perëndi? Nëse ai quan perëndi ata të cilëve u qet drejtuar fjala e Perëndis dhe shkrimi nuk mund të bjerë poshtë, ju thoni se ai që Ati e ka shenjtëruar dhe e ka dërguar në botë blasfemon, sepse kam thënë jam biri i Perëndis? Nëse unë nuk bëj veprat e Atit tim, mos më besoni. Por nëse i bëj, edhe po të mos më besoni mua, u besoni veprave, që të njihni të besoni se Ati është në mua dhe unë në të. Atëherë kërkonin përsëri ta kapnin, por ai iku nga duart e tyre. Dhe shkoi përsëri për te Jordanit në vendin ku më parë Gjoni pagëzonte dhe qëndroi aty. Dhe shumë veta erdhën tek ai dhe thoshin: Gjoni vërtet nuk bëri asnjë shenjë, por gjithçka që Gjoni tha për këtë ishte e vërtetë. Dhe atje shumë veta besuan në të. Fjalët e urta, kapitulli 7. Biri im, ruaj fjalët e mia dhe urdhërimet e mia në veten tënde. Ruaj urdhërimet e mia dhe ke për të jetuar. Ruaj mësimet e mia si bebja e syve të tu. Lidhi ndër gishta. Shkruaj mbi tabelën e zemrës sate. Thuaj dituris, ti je motra ime, dhe quaje shok gjykimin, me qëllim që të ruajnë nga gruaja e tjetrit, nga gruaja e huaj që përdor fjalë lajkatare. Nga dritarja e shtëpisë sime shikoja nëpër përmakët prej hekuri dhe pash midis budallëve. Dallova midis të rive një djalë të ri që s'kishte gjykim, që kalonte nëpër rrugë pranqoshe së gruas së huaj dhe drejtohej nga shtëpia e saj. Në musk, kur po ngryste dita, ndërsa zbriste nata e zezë dhe errët. I doli para një grua e veshur si prostitut dhe dinake. Ajo është turbulluese dhe provokuese dhe nuk di të mbaj këmbët në shtëpinë e saj. Herë mbi rrugë, herë në sheshet, qëndron në prit në çdo qoshe. Kështu e zuri dhe e puthi. Pastaj me paturpsi tha: duhet të bëja flijimet e falënderimit. Pikrisht sot i plotësova zotimet e mia. Prandaj të dola para që të kërkoj dhe të gjeta. E zbukurova shtratin tim me një mbulesë si sigjade, me li të ngjyrosur nga Egjipti. E parfumova shtratin tim me mirë, me aloe dhe me kanel. Eja të dehemi me dashuri deri në mëngjes. Të kënaqemi në qejf e dashurie, sepse burri im nuk është në shtëpi, por ka shkuar në një udhëtim të gjatë. Ka marrë me vete një thes të vogël me para dhe do të kthehet në shtëpi vetëm kur të jetë hëna e plot. Ajo e mashtroi me fjalë bindëse, e tërhoqi me ëmbëlsinë e buzëve të saj. Ai e ndoqi pa më dyshje, si një ka që shkon në thertore, si një i lidhur në dënimin e budallajt, derisa një shigjet nuk i shpon mëlçin. Ai nxiton si një zog, pa ditur që një lag është ngritur kundër jetës së tij. Prandaj bitë mi, më dëgjoni, kushtojuni kujdes fjalëve të gojës sime. Zemra jote të mos shkojë pas rrugëve të saj, mos devijo në përshtigjet e saj, sepse ka rrëzuar shumë të plagosur për vdekje, dhe tërë ata që ajo ka vrarë ishin burra të fortë. Shtëpia e saj është rruga e Sheolit që zbret në thellësitë e vdekjes. Galatasve, kapitulli 6. Vëllezër, në qoftë se dikush bie në ndonjë faj, ju që jeni frymëror ndërtojeni të tillë në frymën e zemërbutësisë, duke u kujdesur për veten tënde që të mos tundohesh edhe ti. Mbani barrët e njëri tjetrit dhe kështu përmbushni ligjin e Krishtit. Sepse në qoftë se dikush mendon se është diçka pa qenë asgjë, gënjen veten e vet. Por secili të shqyrtoj veprën e tij dhe atëherë do të ketë të mburrit vetëm për veten e tij
dhe jo për tjetrin, sepse se cili do të mbaj barën e vetë. Ai që merr mësim në fjalën, le ta bëj pjesëtar të gjitha të mirave të atij atë që e mëson. Mos u gënjeni. Perëndia nuk vihet në lojë, sepse ç'të mbjell njeriu, atë edhe do të korrë. Sepse ai që mbjell në mish të tij, do të korrë nga mishi i tij prishje. Por ai që mbjell në frym, do të korrë nga fryma jetë të përjetshme. Le të mos ligështohemi duke bërë të mirën, sepse po të mos ligështohemi do të korrim në kohën e vet. Prandaj pra, si të kemi kohë, le të bëjmë të mirën të gjithëve, por më shumë atyre që janë pjesëtar të shtëpisë së besimit. Shikoni me çfarë shkronjash të mëdha ju shkrova me dorën time. Të gjithë ata që duan të duken të mirë në mish, ju detyrojnë të rrethpriteni vetëm që të mos përndiqen për kryqin e Krishtit. Sepse as vet ata që rrethpriten nuk e zbatojnë ligjin, por duan që ju të rrethpriteni që të mburren në mishin tuaj. Sa për mua, kur mos qoftë që unë të mburrem veç se për kryqin e Zotit tonë Jezu Krisht, nëpërmjet të cilit bota më është kryqëzuar dhe unë botës. Sepse në Krishtin Jezus, as rrethprerja ka forcë, as pa rrethprerja, por krijesa e re. Dhe të gjithë ata që do të ecin sipas kësaj rregulle, mbi ata qoft paqja dhe mëshira edhe mbi Izraelin e Perëndis. Tash e tuti askush të mos më mundoj, sepse unë mbaj në trupin tim shenjat e Zotit Jezus. Vëllezër, hiri i Zotit tonë Jezu Krisht qoft me frymën tuaj. Amen.